Vëllezër musliman, e kalum elhamdulillah muajin e shejtë të Ramazanit. E shpresojmë në Allahun azza wa jall që të na ketë pranu ibadetet. Ajo që i takon muslimanit është që me konë musliman, me konë besimtar, me konë adhuruesi i Allahut azza wa jall në Ramazan edhe jashtë Ramazanit. Me konë namazli si në Ramazan e si jashtë Ramazanit. E me konë që i adhuron Allahun e i bën ibadet Allahut azza wa jall çdo kohë edhe çdo moment. E jo vetëm Ramazan. Pastaj me shpresu në Allahun azza wa jall që Allahu më ia pranu veprat e mira. Thotë Ibn Qayyimi, njeri më i dështum edhe më i falimentum është ai i cili bën një vepër të mirë edhe e rrit mendjen. Edhe thotë se kërkur s'ka bo sigurone. Qyre s'ka bona, qyre s'ka arrita one, me qëfar vepra one erdha. E qka bona one, i bona 5 hatme, edhe 10 hatme, e kom falë gjithë namaz natës, e kështë më ratë. Më mbur me ato vepra qka i bënaj. Nëse e lexojmë ajetën e Kuranit, ku thotë Allahu azza wa jall, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawaida wa Ismail, kur Ibrahimi a.s. e ndërtën qabën me djalin e vet Ismailin. Ndërtimi i qabës urdhën pi Allahut azza wa jall. Pasi që qabja ka qenë edhe më herët. Mirë po, për shkak besnitnive është shkatru, edhe është mbulu. Edhe Gjibrili a.s. ja ka tregu venin ku janë temelet e qabës. E kur Allahu azza wa jall e urdhëroi Ibrahimin a.s. mi ngrit temelet e qabës me djalin e vet Ismailin, urdhëruesi është Allahu. Ndërtuesi është pejgamberi alayhis salam, Ibrahimi me djalin e vet Ismailin. Edhe çka thot? Rabbena taqabbal minna, o Allah pranona. Në vepër që Allahu pe urdhnon me ndërtu shpinën e Allahut azza wa jall. Edhe prap se prap pejgamberi Allahut edhe thot Allahut, o Allah pranon ma këtë punë që jam të e bu. E paramenu na shpesh herë e bujnë në ibadet në adhurim, edhe menojna që 100% Allahu ta ka pranu. E so gabimet i bujnë, e so lëshimet i bujnë, gjatë qasoj vepre. Dhe ka pas prej sahabët cilët mas kalimit të mujt të Ramazanit, jën lutë me muj, o Allah pranon e ibadetet adhurimet. Aisha radhiyallahu anha një ditë, duke e lexuar një ajet të Kuranit, ku thot Allahu azza wa jall, edhe ka prej besimtarëve ata të cilët jepin me dorën e tyre. Jepin sadak, jepin lëmosh prej riskut që e ka dhënë Allahu azza wa jall. Wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Thot edhe zemrat e tyre i kanë të rrëqethuna se te Allahu kanë me dalë para Allahut azza wa jall. E pyet Aisha radhiyallahu o i dërguari i Allahut, këta njerëz a janë haramxhia? A janë ata cilët bëjnë gjunahe? Jepen sadak po bëjnë gjunahe. Tha jo vallaj, këta janë njerëz që falin namaz, agjerojnë, falin namaz natës. Mirë po tutën se ajo ka pranu Allahu azza wa jall ajo. A e kanë bëjë qatë namaz, qatë agjerim, vetëm për hir të Allahut a e kanë bëjë për sy e faqe. A janë konë sinqert veprat e tyre apo nuk janë konë sinqert veprat e tyre? A e kanë bëjë sinqerisht për hir të Allahut ajo? Jënë friksu se një ditë kur të dalin para Allahut që ato vepra që i kanë bo, a i asgjësën Allahu azza wa jall apo jo? Apo hinë gjyna me dikon tjetër, e që ato sevape që i kanë bo ja merë tjetër kush. Që thot pejgamberi alayhis salam, në ditën e gjykimit vjen njeri me sevape të pastërta, që i ka bo sinqerisht për hir të Allahut, sevape sa kodra. Po thot pejgamberi sram, e ka shat dikonin, e ka ofendu dikonin, ja ka hongër pasunin dikuj tjetër, apo ka shpif për dikon tjetër, i ka bo padrejtësi dikuj tjetër, e masane janis pi sevape këtina që i ka do të mjadhon tjetër kujna, s'më të moshluj atje nëse i ki në hak dikujna, me 500 euro, 1000 euro, 5 euro, apo 10 cent, mi thonë ka dalë se i kam që ty të pare në bank, e të nxeri kartelën edhe t'i dho, s'ka ma tje pare. S'ka t'jem më kusurit edhe me dalë të pasht
ty ja kthy parët, apo t'ja dho hakun, apo i komboz zullum pa drejtësi edhe t'ja lipi halallin në dynje. Në këtë dynje kryen këtë punë. Përveç nëse dën dikush me ta falë në dynje. Për ndryshe, se vapët e tua çka i ki, të pastërta që i ke bo për hir të Allahut azza wa jall, kimi ja dhon atin. E nëse s'ki mos e vapë, atëherë gjynohet e tina ngarkohen të ti. Për ata janë friksu sahabët që i ka përmen Allahu azza wa jall, që ajo pranohen se vapët, veprat e tyre të mira, apo kanë në i gjyna që masaj qatë vepër që e ka bo të mirë, në i gjyna ja hanë qatë se vapë që e ka bo. E për ata, besimtari do të gjithmonë me lutë Allahu në zëvgjel, që Allahu mja pranu veprat e mira. E pastaj, me vazhdu, mu largu pi gjynohet, pi shenjëm që Allahu azhel ati ka pranu, ibadetet, adhurimet, gjatë Ramazanit apo jo, është që ti me vazhdu me veprat mira dhe mas Ramazanit. E Allahu azza wa jall thot në Kur'an, mos u bëni sikur se një grua e cila e ka gjempera kur i kanë bo atërës me lesh, edhe e ka ndreq komplet një sen, edhe në fund e ka prish punën e sajnë, ja bëse së dol mirë. Edhe punën e sajnë një javore, apo një muj, apo so ka bo këtë në herë, plakat me tentene, me bo që izin, edhe një anis me prish komplet punën mujore që e ka bo. E thotë Allahu azza wa jall, mos e bëni sikur se kjo grua, e cila ka qëndis në sen, ka bo diçka, edhe në fund e ka prish atë punën që e ka bo me javë, me dit, apo me muj. E na mos bohemi që se vapet që e kina bo, se vapet vllazni, ibadetet, adhurimet, do të mirujt ashtu që shëron njeri pasunin e vetë. Që shok ka prac me pasunin e tina. Me thonë, jo laj se s'pe hargjej që të pasunin. Jo s'pe hargjej që të se kom punu. Kom djerës për me arrit e që ke pasunin. E s'bën me qunë vend e pa vend. Që ashtu të mirujt edhe se vapet e tua. Mirujt se vapet e tua që nesër ditën e gjykimit mos me adhon dikuj në hazër. Pra ata kër e kam pyt, kër i ka thonë një djetarit, i ka thonë, ka përgoju filani, ka folë keq për ty filani. Që ta ma mirë është Allah, që ka ki me dikën, thu janë sy. Allah, qështu, jo mirë ndu me ty në qëtë punë. Mos falë ma shpine, mos momenti kur folë pas shpine është kipet. është përgojim. E përgojimi është për gjinarët më aje. E i ka pyet, i ka thonë këtë djetarët, hej, filani ka folë për ty qështët. Ka thonë, amelun, salih, lem efal bihi, o lem amel bihi. Thot një vepër e mirë, një sevap që më shkruhet mu, as nuk e kum bo, nuk më qunë 2 natës me falë namaz natës. As kum punu për ta, kur gjëheq. As nuk hinë suefatësia në qatë punë. Nëse ti ngritesh mi falë 2 recate namaz, për shamat natës, ka njerë ka mundësi me ti suefatësia më shek gruja, fëmija, i kalzojnë masaj tjerë dhe mori vesh ke që për falë namaz natës. Po te përgojimi që dikush ta bën, nuk hinë suefatësia këtë. Ono është sevapi pastër që ti në ditën e gjykimit të kemi marrë për qatina. E pse ti një sevap, nëse dikujnë edhe 50 cent nëse ja ke dhonë sadak, edhe 50 cent që ato në ditën e gjykimit ka me të vyj, po që ato 50 cent, që ato sevapi që ato në 50 cent do të mja dhonë qatina që e ki përgoju. Apo ki shpif për ta, apo ki bardë fjallë, apo ki një hak në i formë, apo si ja ki lyp halallin këtë botë, e kështu më radhë. Për ata, ka thonë këtë djetarë, kjo është një sevap që më vjen mund ditën e gjykimit, para meno vllaznit e na. Kjo konë cilësi e grave tash u bua dhe buro. Na e dina që rina me qata njerës, me shuke, me kolege, me sene, filoni kështët, aj tjetëri ashtët. Para menotin në ditë e vetë sonin, filoni. Para menot që ati filoni sa sevapit i shkojnë kënda, pa bukur gjë, të shpia. E ditën gjykimit kër vjenaj, kur të shet një kodër me sevapit që i kanë bo, që do të mi amor tjerëve. E ti do të merujt qatë sevap, qatë namaz që i ki bo, qatë agjerim që i ki bo, qatë sadak që i ki dhonë, qatë dua, qatë lutje, qatë dhikër që i ki bo, do të merujt, si që erun pasunin tonë. Për ndryshe, të shkën ditën e gjykimit. Delë për Allah të zëvgjel edhe e shese, do të mi adhon dikuj tjetër. E do të mi adhon atina. E masaj tu përsebre, se ma isha guën edhe mos me folj. Ashtu si kurse,
Kur një sahabi e pyeti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka thonë dërmi Allah, tregon diçka çka më bëu që më rujt pizjar me xhenemit, ka thonë më e guhën. Ka thonë edhe për gu kena me dhonë përgjithësi për Allahota. Ka thonë, a nuk e din se shumica e banorëve të xhenemit janë për shkak guës të në? Për shkak guës të në. Gua të bën e shon dikonën, edhe masej del ai dën me ta hishu plakët e nxjerr alltin edhe vron. Edhe masani ai tjetri kapësh me të, a tjetrin e shon e ofendon, edhe mushësh me gjinoj për shkak gjuhës. E masani na i bim pishmanin ditën e gjykimit, edhe me thonë Allah, pse bre se mojsha guën, apo pse i hinën hak dikujna tjetër. Kjo është vepra që duhet, se vapet që e kina bojë gjatë Ramazanit mirujt se sytë e ballit, çdo vepër që e bëjnë çdo ditë, mirujt se sytë e ballit. Pastaj me vazhdu vllazni se kur ka vdek pejgamberi alayhis salam, është ngrit Omeri në minber, edhe ka thonë, kush thot se ka vdek pejgamberi alayhis salam, kom e vra, kom i hej kryt. U shku me taku Allahun azza xal sikur se që shku Musa alayhis salam me taku Allahun. Është vënu 40 ditë me taku Allahun azza xal dhe pejgamberi sa më shku me taku Allahun azza xal se s'ka vdek. Derisa ka ardhe Abu Bekri si ka fol kërkujna, edhe ka thonë o njerëz. Ai i cili e ka adhuru Muhamedit alayhis salam, Muhamedi alayhis salam ka vdek. Ai i cili e ka adhuru Allahun, Allahu është i gjallë, nuk vdes asnjëherë. Edhe ka unq kryt Omer radhiyallahu anhu, edhe ka kushtu këtë pejgamberi sa ka vdek. Ai i cili e ka adhuru Ramazani diç shkoj. Ai i cili e ka adhuru Allahun azza xal, Allahu është gjallë, pa u parsysh as sot derisa të vdes ti. Është Allahu azza xal i gjallë për ty. Edhe kur vdes ti është i gjallë, po për ty u kry mos e vapet, s'ki mos e vapet. E qatë namaz që e ki bo, gjatë Ramazanit vazhdo. 5 kohët e namazit i kina obligim derisa të jep njeri frymën e fundit. Derisa të vdes. Agjerimi i Ramazanit kush dën, masej më të magjeru, është sunet e pejgamberit sa magjeru të hanetejte, apo 3 ditë të bardha çdo mujet. E kështu me radhë. Pejgamberi sa ka thonë, ai i cili agjeron vetëm një ditë për hir të Allahut, largohet pi zjarmit të xhenemit 70 pranvera, 70 vjet. Largohet pi zjarmit të xhenemit. Në transmetim tjetër 100 vjet i larg pi zjarmit të xhenemit vetëm një ditë me agjeru për hir të Allahut. Pastaj duaja, namazi natës. Allahu xhel çdo natë zbret në qiellin e tokës dhe thot kush po më lutet mu ti përgjigjen lutjes tine. Për ata të cilët janë kon Ramazanxhi e kanë adhuru Allahun, veç në Ramazan di që Ramazani diç shkoj. E për ata të cilët e kanë adhuru Allahun në Ramazan, Allahu është i gjallë edhe jashtë Ramazan. E lutem Allahut na pranoj, ta ketë pranuar çdo ibadet, çdo adhurim. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Një ditë kur Hasan al-Basriu e ka lexu ajetën e Kuranit, e ka lexu shokëve, e ka lexu të tjerëve. I ka thonë Allahu azza wa jall ku thot wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Edhe adhuroje Allahun azza wa jall deri momentin e fundit të vdekjes. Deri në frymën e fundit kur të jap, adhuroje Allahun azza wa jall, bëj ibadet, mos e lë namazin. Ky ajet i ka zbrit pejgamberit alayhis salam, edhe neve si besimtar, që me adhuru Allahun azza wa jall derisa të vdesim, me bëj ibadet, me kry obligime që ai kena ndaj Allahut azza wa jall. Për ata Allah subhanahu wa taala në një ajet të Kuranit i lavdëron besimtar, i lavdëron ata. Ku thot, janë pi besimtarëve të cilët biznesi i tyre, pasunia e tyre, familja e tyre nuk i largon, nuk i shmon nga përkujtimi i Allahut. Nuk i bën që familja e tina me thonë, ka dalë pse kesh në zonë, vallai me fëmijë, s'mujta më fal. E jo kesh në zonë me grua, s'mujta më fal. Apo kesh në zonë me një farpune tu e krye, s'mujta më fal. Allah i lavdëron ata besimtarë të cilët pasunia e tyre, biznesi e tyre, puna e tyre nuk i largon pi përkujtimit të Allahut. Përkujtimi i Allahut është për qëllim këtu namazi. Nuk largon pi namaz pa u parasysh sa janë të shtëpia, a janë të lut, a janë bazen, a janë deti, a janë të punu, a çka janë të bë. Vjen koha e namazit, periudha e namazit, që Allahu xhel ja ka caktuar një periudhë
prej drekës deri në ikindi me fal drekën, pe ikindis deri në akşam me fal ikindin e kështu me radhë. Nuk ta kalon sakt veç në çet sahat. Jo, i ki 2-3 orë për me falni namaz. Edhe nuk merr më shumë se 20-25 minuta. Për mi u përkushtu Allahut azza xal. Edhe çto pritojna mi kry. Allah i ka lëvdru, kur ti lëvdron Allahu këta besimtar, këta njerëz, apo nëse na lëvdron neve që jena në çet formë, atëherë padyshim se na lëvdron mesin e melaçeve. E kur të lëvdron Allahu azza xal, Allahut i vjen tot pastaj me dënu me zjarm të xhenemit. Për shkak se ka lëvdru ty si besimtar që nuk i kilon namazin, nuk i kilon agjerimin, nuk i kilon veprat e mira, edhe pse je kanë i nxonë me punë tjera. Ka ardhur koha e namazit, e ki kry namazin. Ka ardhur koha e agjerimit Ramazanit, e ki kry Ramazanit. E kështu me radhë. Për ata vllazni, të adhurojnë atë buhen sinqert para Allahut azza xal. Edhe të adhurojnë besën Allahut azza xal që s'kena me lanë namazin derisa të vdes. Edhe me lut gjithmonë Allahun azza xal ashtu siç e ka lut pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi i Allahut e ka pas garantuar me xhenetin. E ka pas garantuar që mos me deviju. Që s'ka mundsi me deviju pejgamberi alayhis salam. Edhe ka thonë ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O rotulluesi zemrave, forco ma zemrën time në fen tonë. Me lut Allahun azza xal sepse ti nuk e din ditën e gjykimit deri sot vjen vdekja se a devijon apo nuk devijon. Për ata ka qenë një person kohën e Musës alayhis salam, që është quajt Bel'am ibn Ba'ura. Ka qenë njëri devotshëm. Saqë Musa alayhis salam një ditë i thotë shko tek banor të fisi i Medjenit edhe thirrin islam. Thirrin fjalën la ilaha illallah. Qa që i mrim u kone, i devotshëm u kone. Edhe shkon te ta dhe i thotë adhuroni vetëm Allahun azza xal. Çka i thonë këta? Sa po të pagun Musa? Ai po këta me mjekra po pagun, edhe këta me xhamia, apo falesh kë ke hi, sopi merr në mujt. Me në njerëz se si të falet paguhet. Normal paguhet. Po paguhet e Allahu, po jo këtë dynjë. Me kon ashtu vallai kishim i pa dhe serb to hin xhami. O me kon që paguhen, edhe serb ti kishe pa rang këtu tu mor abdes. Tu kishin një ide që mirët abdesi. Edhe ka thonë sa po të pagun Musa alayhis salam, ka thonë jo vallai s'po pagun. Për hir të Allahut ve bëj. Le këtu vallai për hir të Allahut. Ka thënë ti Musa pore pedën edhe largoj pikë kësaj pune. S'ka hajër këtë punë. Kur se ka pa hajrin xhamia, e as namazit. Ka thonë jo, nuk largona. Jo ka thënë sa po dën, edhe e ka mush, një thes me orë e argjend, e pasuni kësaj bote, e knaci kësaj bote, edhe ka deviju. Tu e prit Musa alayhis salam mos po kthehet derisa Allahu xhalli lajmëron se ai devijoi. Shkoj, e shiti ahiretin, e shiti xhenetin Allahut azza xal për pasuninë e kësaj bote. E kë momenti kur vdes, kur ti sheh me laçet, tu ja marr shpirtin çat moment ku më ropish punë. Thot pejgamberi sa me këtë përfundoi. Në ditën e gjykimit, thirret njëri i cili u kon më i kënaqur në botë. Po gjynaqar. S'ka pas sen që e ka menu e që s'ka mujt me realizua dhe me bu. Çdo sen që ka i ka ronë mendje e ka bu. Thot, veç njëherë e marin me laqët e Allahut azza xal, veç e zhytin në xhehenem edhe në zerë. Veç një zhytje, kur gjë tjetër. Jo me najt aty 5 minuta, 10 minuta. Edhe e pyesin, a keni në herë knatësi në këtë botë? Thot jo la kur. Këtë knatësit e kësoj bote e harën veç me një zhytje në xhehenem edhe në zerë. Edhe thirret një njeri i cili ka pas vujtit më të mëdha në këtë botë. Po vetëm një herë e shtin në xhenet mu kënaq me knatësit e kësaj bote. Edhe nxjerrë pi xhenetit thot a keni në herë vujtin këtë botë, thot kur s'ka pas vujtin këtë botë. Edhe pse u kon njeri më i vujtëm këtë botë. Edhe këto edhe në këtë dynjë ti mundesh me përjetu. Edhe në këtë dynjë merre fukaron më të madhe që është këtë botë. Edhe marrja një pallat mirë, me bazen, me saun, me knatësi kësaj bote krejt. Edhe levesh një javë aty. Allah a ke vujt në herë. Wallahi po veç ka kalu. Në këtë botë e harën njëri vujtje. Për shka për një javë ditë apo një muaj para mendohen në xhenet. Apo ka për njëri i cili është më i kënaqur në këtë botë. Sikur ti shkon gjallë Miloševiçi që e ka pas këtë e me të nxon na mirë një herë. Edhe me vetë ki pas knatësi në herë.
Pse në qatë moment si kisha men kurgjë. Momenti kur të hinë dajak, e kur të denan njerën fort, nuk i bjen men kurgjë knatësi që e ka pas më herët. Kështu edhe në ditën e gjykimit, për ata mos të shesin knatësinë e hajretit dhe xhenetit për çështjet e kësaj bote. Lutem Allahun azh të na forcojë fenë e dina, e të na pranojë çdo ibadet, çdo adhurim, e të vazhdojmë në adhurimet e Allahut azh xhel, që Allahu me koni kënaqur me neve. E lutem Allahun të na forcojë e të na falë xhenetit Allahut azh xhel me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum, wastaghfirullaha li wa lakum, wastaghfirullaha li wa lakum.